Kom qenë kamarier, kom qenë adhe në përdo restorane, kështu. Edhe mas ne tani fillova me muzikë, po e pash e duket punë edhe e bëj që është mas miri. Normalisht tani me kalimin e kohës, nashta ka pas momente që kom thonë ditë që po du me e lon krejt, po jo. Sigurisht kom kalu mirë edhe kom pas që mundëm mja dalë. Edhe gjithçka nis pi zeros, apo shë? S'kom ndërprej kur që. Rrugtimi sado që është i vështirë. E kom dash me shpirt këtë punë. Edhe jo mundu m'ja dhon hakun gjithherë, po sigurisht kom marrë deri në ditë sotit, kështu tash është perfekt mirë, shoqër Zotit, po shkon gjithçka mirë. A je pishman për najsan kështu gjatë muzikës, rrugtimit ton artistik, ose s'podi, a konsideron që ke bo i gabim, ose diçka që u dasht me rregullu, ose s'podi, diçka të ngjajshme? Po nuk është që kom pas diçka kështu, nështë edhe nuk e moj mend, po nuk ma me mendja. A ke lon keq najsan për muzikën? Sakrificat? Pak kom gabu, nështë që ma herët nuk kom bo projekte, nuk jam mundu mi dhonë rëndësi kësaj pune, nështë parash 2-3 viteve, se ka qenë ma let me dëpërtu. Din kem qenë pak atin ma mrapa, kështu kem thonë, hajt deri sa, din kem këshyr me bu muzikë në do vend, në do lokale, për shembull se kem bu në për darsma, edhe nuk i kem dhonë rëndësi shumë televizionit, se me marr pjesë na i pun për shembull që me dëpërtu ma shpejt. E tash është bu shumë let, tash është pak ma let me dëpërtu për gjithçka. Domthon teknologjia po dhe pajisjet muzikore. Domthon edhe është let si këngëtar me dëpërtu se e bën një video në telefon, edhe dhe shumë shpejt. E dytë njerin ku është për shembull na i kompozitor shumë ma i fort, edhe shkon me njëherë e bën një këngë ose një diçka dhe dëpërton shumë shpejt. Në atë kohë domthon kur e kom bo muzikë nuk ka pas as teknologji të mirë, po normalisht edhe s'ke pas as kompozitorës. Kanë qenë domthon shumë zërshëm me kontaktu me ta. E vërtet. Që ajo pak është që më kalon adin që është dasht ma herët. Po çka me vot është? Jeta që është nga së Zoti domthon vjen mas një kohë, inshallah vetë që kem shëndet. Okej. Raportin që ke edhe kështu me artista, me kolegë të tjerë, sabi është industri e vrajsh sa dush, këta e dim të gjithë, që ke raportin? Mirë, nuk është që s'kam raportit mira me kolegë, po janë disa që nështë edhe adin kanë erdhe e mojnë atë farë egon që nuk mundën me pas me gjithë se cilin, po unë mundohë me ka një thjesht me se cilin takohemi dykon kem muhabetet mira, po kanë erdhe nuk na për shembull jemi si cili i angazhuar, kem punë domosdoshmë. Cili punë të veta kështu. Si rrallë me u taku ndoshta, po raportet mira kam. Mundohem me kanë mirë me secilin. Që shumë presi nuk e di që ata e kanë atë mendimin e tyre, unë për vetë jam i afërt. Mundona me kanë mirë. A është vështirë sabi me qëndru vetja, me qenë vetja në muzikë, në këtë industrinë muzikore shqiptare në përgjithësi? Me qenë vetja, pak vëmendja në secilin profesion edhe si temë sociale kështu diskutohet, që din me të rëmby shumë emocione, pastaj jo mendjemadhësi, jo ignorancë, këtë të tjerat.